Krahasit kur bëhet ndërprirja e ujit të pishëm, zakonisht sa mund të jenë reduktimet ose koha që zgjat ajo periudhë e ndalesës? Po varësisht nga natyra e defektit. Nëse është gyp primar, ndërpret ujë për një zonë më të madhe. Dhe varësisht nga natyra e defektit, a është dëmtuar vetvetiu apo është dëmtuar nga ndonjë palë të re, sepse kemi pas raste që gypat tonë dëmtohen edhe nga palë të treta. Po zakonisht gjasin 1 deri në 2. Palë të treta janë kompani të tjera, operator ekonomik, të kompanive të tjera që pa pyetur fare se ku qëndron rrjeti i ujësjellësit dëmtojnë gypat tonë dhe pastaj ne duhet të dalim në ndihmë qytetarëve që t'i sanojmë. Ka edhe prej operatorëve ekonomik që në moment që dëmtojnë gypin e riparojnë, por në të shumtën e rasteve ne merremi me këtë sanim. Tash, edhe pse e përmendëm që në faqen zyrtare veç janë njoftimi për zonat, ti tregojmë kështu edhe për gjithë ata shikues që s'ka ndërta qasje direkte, në cilat zona do të ketë intervenime pra për furnizim e ujit pishëm? Po sot për shembull ende nuk kanë ardhur në cilat raste, në orën 9 deri në orën 9:30 do t'i publikojmë në faqen tonë. Rastet vinë nga teknika, ata i kanë marrë shënimet nga dispečeria dhe nga qendra e thirrjeve dhe rast për rast dalin dhe intervenojnë, ato do të publikohen në faqen tonë. Ende nuk kanë ardhur nga teknika për ditën e sotme. E pam edhe tek problemi që ishte me ujin e pishëm, pra dhe me turbullinën tek Iberlepenci, tregojmë pak për furnizimin tashmë me ujë atje edhe zgjidhjen e problemit si qëndron tash gjendja. Po realisht ky ka qenë një problem që është intervenuar nga ndërmarrja Iberlepenc në riparimin e kanalit të Iberlepencit, gjë që është gjë e mirë për qytetarët që çdo gjë të riparohet. Ndërkaq uji kur ka ardhur në kanalin e Ibrit ka ardhur i turbullt, normalisht për shkak të punimeve dhe ka qenë e pamundur të trajtohet në impjantin e trajtimit të ujit në Shkabaj, me që rast impjanti ka qenë jashtë funksionit. Ne i kemi njoftuar qytetarët momentin që e kemi pasur nuk mund të trajtojmë ujë, sepse kemi pas komente se pse nuk na keni lajmëruar 24 orë më herët. 24 orë më herët lajmëruan raste të cilat janë punime të planifikuara nga ana jon, por kur ndodhin aty për aty, ne i publikojmë edhe aty për aty. E kuptojmë shqetësimin e qytetarëve që në këtë vakt mos kenë furnizim me ujë, sidomos në ndërtesa kolektive. Është shqetësim i pranueshëm, por edhe ata duhet ta kuptojnë një gjë të tillë. Ndërka sot veç dje ka filluar të stabilizohet, sot veç pothuajse tërë zonat janë duke marrë ujë për pije. Kjo është mira. Një çështje tjetër që duam të diskutojmë është edhe njoftimi për disa raste të vjedhjes së ujit. Pra, ishte fshati Konju në komunë të Lipjanit me sa e pash, një prej njoftimeve të fundit, duhet ta di pak për këtë problematik edhe si po qëndrojmë jo vetëm në atë vend, po në përgjithësi sa po keni raste të tilla që ballafaqohen gjatë punës terren. Po zakonisht zhurmaxhit më shumë të keq përdorin ujin, zakonisht zhurmaxhit më shumë të flasin rreth çështjes së ujit ose kritikojnë. Ka pas rrjedhje të madhe të ujit dhe ka pas humbje të mëdha të ujit dhe ne kemi zënë kyçe ilegale në sistemin e rrjetit ujësjellësit, nuk është e vetmja. Kyçe të tilla ka çdo ditë dhe këto zbulohen nga inspektorët tanë dhe secili rast raportohet në zyrën ligjore të kompanisë dhe procedohet më tutje për kallëzim penal. Përveç që shkyqen nga sistemi i furnizimit me ujë të pishëm, rastet e tyre dërgohen në gjykat kompetente, sepse vjedhja e ujit në çfarëdo forme dënohet sipas kodit penal të Republikës Kosovës me burg deri në 3 vjet. Por gjykata është ajo që vendos edhe dëmin e shkaktuar apo gjithçka tjetër. Ma kemi raste po thotë të shumta. A mund të dim përafërsisht sa identifikohen për shembull për një periudhë saktuar? Po mund të identifikohen 3 raste në ditë, 5 raste, 10 raste, varësisht ku inspektorët ku i kanë zonat. Por këto raste janë shqetësuese sepse pikërisht këto raste e rëndojnë edhe furnizimin me ujë të pishëm për konsumatorët e rregullt. Me shfryzoj rastin që konsumatorët e rregullt i falenderoj fillimisht për pagesat shërbimeve të ujësjellësit dhe u bëjmë apel atyre të tjerëve që të bëjnë pagesë për shkak që me pagesat e tyre ne investojmë çdo herë në infrastrukturën parësore dhe dytësore të rrjetit të ujësjellësit. Po shkojmë drejt temperaturave të larta, me qenë si qershorin vetë se kemi nis me to, por që pritet jenë edhe më të larta tutje. E dim që nivelin e ujit në liçene kemi pas goxha speed, si që ndrojmë tash për tash në përgjithësi me furnizimin që i bëhet gjitha vendeve që i keni. Po ne kemi pas shira të mjaftueshme, shihen edhe gjelbrimet që janë në natyrë. Niveli ujit në liçenet akumuluese është i kënaqshëm. Kjo garanton furnizim me ujë deri në fund të këtij viti, por duhet i ruajmë këto burime. Duke pas parasysh që nga burimi i Badovcit, apo liçeni i Badovcit, në vitet e 60-70 janë furnizuar me ujë 39.000 banor dhe mund ta dim se është 10 fishuar ky numër dhe është po i njëjti liçe.
Mirë po me këtë rast ne jemi duke marrë edhe me planifikim dhe zhvillim për të ndërtuar stacione të reja të pompimit, për të ndërtuar rezervuar të rinj, në mënyrë që qytetarët të kenë një ardhmë më të mirë me ujë të pijshëm. Pra ujë do të ketë nëse nuk keqpërdoret, ndërkaq zero tolerancë për keqpërdoruesit e ujit dhe ata që kyqen ilegalisht në sistemin e rrjetit ujësjellësit. Arjes, shumë faleminderit për kohën edhe për këto sqarime që i keni. Faleminderit nga ana juaj. Agnes, kemi qenë bashkë me Arjeta Mjekun nga KRU Prishtina, siç edhe potencoi për disa herë me radhë, vjedhja e ujit është e patolerueshme edhe e dënueshme po ashtu e përmendi edhe vetë, kështu që të kemi parasysh që është uji i pijshëm dhe na shërben gjithëve në këtë vend ku po jetojmë, e të mos e përdorim ato, se të mos bëjmë kyçje ilegale, që sigurisht i kushton pikë pari xhepit tonë pastaj edhe vetë kompanisë. E drejtojmë linjën në studio nëse ju s'keni diçka për të pyetur. Ardian, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte, faleminderit për këto informata të cilat i sqaruam bashkë me zonjën, ndërsa ne tani do të ndrojmë krejtësisht temë të informacioneve dhe kalojmë tek një material që na flet për 5 mënyrat e duhura për të ushqyer. Çka thonë dietologët në bazë të disa studimeve të fundit, do ta kuptojmë tash bashkë. Ekspertët e ushqyerjes japin një këshill të qartë, shmangni dieta të repta. Shumë prej tyre bazohen në kufizime të tepërta, si reduktimi i kalorive, karbohidrateve apo yndyrave. Por një qasje e tillë mund ta privojë trupin nga lëndë ushqyese thelbësore. Shumë dieta ju bëjnë të humbni lëndët ushqyese që trupi ka nevojë, ka theksuar Alison Brown, studiuese në National Institutes of Health. Sipas saj, mënyra më e mirë për të ushqyer shëndetshëm është përzgjedhja e ushqimeve që janë të dobishme për organizmin dhe njëkohësisht sjellin kënaqësi. Edhe pse trendet në të ushqyer ndryshojnë me shpejtësi, rregullat bazë të një diete të shëndetshme mbeten të thjeshta dhe të qëndrueshme. Duhet zgjedhur ushqime të plota dhe natyrale. Jo të gjitha ushqimet e përpunuara janë të dëmshme, por shpesh herë atyre mungojnë fibra dhe vitamina thelbësore për organizmin. Është më mirë të konsumoni ushqime sa më pranë formës së tyre natyrale, ka theksuar Alison Brown. Frutat, perimet, arat, farat dhe dritrat e plota janë të pasura me fibra dhe përbërës që ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të zemrës, diabetit të tipit 2 dhe disa llojeve të kancerit. Një studim i realizuar me afro 50.000 gra ka treguar se ato që konsumonin rregullisht drithra të plota, fruta, perime dhe bishtajore, kishin më shumë gjasa të plakeshin në mënyrë të shëndetshme. Duhet konsumuar më shumë yndyra të shëndetshme. Në të kaluarën, këshilla më e zakonshme ishte të shmangeshin plotësisht yndyrat, por sot dihet se disa lloje yndyrash janë thelbësore për një shëndet të mirë. Yndyrat e pangopura, që gjenden tek arat, avokadot, peshku dhe vaji i ullirit, ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe mbrojnë zemrën. Në anën tjetër, yndyrat e ngopura, të pranishme kryesisht në mish dhe produktet e qumshtit, mund të rrisin rrezikun për sëmundje kardiovaskulare. Nuk është e nevojshme të shmangni plotësisht yndyrat e ngopura, ka theksuar Alison Brown, por zgjidhni alternativa më të shëndetshme, sa herë që është e mundur. Ajo rekomandon për shembull përdorimin e vajit të ullirit në vend të gjalpit. Kufizimi i sheqernave të shtuara. Ekspertët theksojnë se konsumimi i sheqernave të shtuara duhet të jetë i kufizuar, pasi ato rrisin rrezikun për sëmundje të zemrës, diabet dhe obezitet. Udhëzimet amerikane rekomandojnë që sheqernat e shtuara të përbëjnë më pak se 10% të kalorive ditore, që do të thotë jo më shumë se 50 gram në ditë për një dietë prej 2000 kalorish. Shoqata amerikane e zemrës është edhe më strikte. Rekomandon jo më shumë se 25 gram në ditë për gratë dhe 36 gram për burrat. Sheqernat e shtuara nuk gjenden vetëm tek ëmbëlsirat, por edhe në shumë ushqime të përpunuara si salsat, lëngjet dhe madje disa produkte të kripura. Nëse konsumoni më shumë produkte natyrale, automatikisht do të merrni më pak sheqerna të shtuara, ka shpjeguar Brown. Ajo shton se fibrat në fruta dhe perime ndihmojnë për të mbajtur ndjenjën e ngopjes më gjatë dhe parandalojnë tundimin për ushqime të ëmbla. Rekomandohet që njerëzit të gatuajnë më shpesh vetë në shtëpi. Të dhënat tregojnë se amerikanët shpenzojnë më shumë për të ngrënë jashtë se sa për ushqime në shtëpi. Ekspertët nuk ndalojnë plotësisht ngrënien jashtë, por theksojnë se njerëzit që gatuajnë më shumë në shtëpi kanë tendencë të ushqehen më shëndetshëm, të konsumojnë më pak kalori dhe të kenë rrezik më të ulët për obezitet dhe diabet.
Gatimi nuk duhet të jetë i komplikuar, mund të përgatisni pjata shumë të shijshme duke përdorur metoda të thjeshta, si pjekja apo grilli, ka shpjeguar një dietologe në Universitetin Shtetëror të Ohajit. Njerëzit duhet të kënaqen duke ngrënë ushqim të shëndetshëm. Shumë njerëz mendojnë se ushqimi i shëndetshëm nuk është i shijshëm, por kjo nuk është e vërtetë. Një nga gjërat që më shqetëson më shumë si dietologe është kur njerëzit besojnë se ushqimi i shëndetshëm nuk mund të jetë i shijshëm. Mundet dhe duhet të jetë, ka thënë ajo. Ndërkohë Christopher Gardner sugjeron shtimin e erëzave dhe përbërësve që përmirësojnë shijen. Shtoni erëza dhe përbërës të shijshëm. Provoni përzierjen me hudhër, qep ose erëza të thata për të shtuar shije. Përdorni edhe ara dhe